Të nderuar shikues në auditar, mirëpresim sot ekspertin e sigurisë nga Kosova, zotin Arben Dashetsi. Zoti Dashetsi, ju falenderoj për gatishmërinë tuaj për të zhvilluar këtë intervistë. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Bashkë do të ndajmë një bisedë të fokusuar kryesisht tek lajmi që ka të bëjë me arrestimin e ish-punonjësit të njësisë speciale të Kosovës, Arbnor Spahiu nga Serbia. Ashtu do të bëjmë dhe një pasqyrim të zhvillimeve të fundit në politikën e Kosovës, ku ka dështuar për të 30-ën herë konstituimi i kuvendit. Zoti Dashetsi, si e vlerësoni ju ndalimin dhe paraburgimin e ish-policisë të Kosovës Arbnor Spahiu nga autoritetet serbe me akuzën për vrasjen e rënd në Banjsk? Padyshim se kjo është ajo lufta speciale e radhës e Serbisë kundrejt Republikës Kosovës, sepse nëse shikojmë në retrospektiv më përpara, edhe më përpara janë maltretuar, janë edhe arrestuar policë, zyrtar policor me grada të larta, pastaj ushtar, ish-ushtar dhe që të gjithë. Pra kjo është ajo politika ose lufta hibride e Serbisë që e bën në vazhdimsi, dhe nëse qytetarit i kujtohet pak sa gjithmonë bëhet në pikë të sezonit, ose kur janë pushimet verore, ose kur janë pushimet dimrore. Pra është një lloj hakmarrje e Serbisë që shfrytëzon gjithmonë, sepse kjo është ajo vazhda e luftës speciale që nuk ka ndalur kurrë që nga 12 qershori 1999 për Republikën e Kosovës, është absolutisht e papranueshme, domethënë ky rasti i fundit, sepse polici në fjalë nuk ka qenë në pjesë e policisë ashtu siç po akuzohet nga regjimi serb atje. Policia e Kosovës i ka dërguar dëshmi të ndërkombëtare që ai e ka lëshuar policinë, pra unë besoj që shumë shpejt do të lirohet, sepse faktet janë zero kundra ish-pjesëtarit, është vetëm maltretim, jo vetëm për këtë personin në fjalë, ish-zyrtarin në fjalë, po ka shumë e shumë njerëz që janë maltretuar në vazhdimsi dhe nuk duhet t'i harrojmë në asnjë moment, dhe duhet t'i përmendim dhe duhet të apelojmë që nëse ka vetëm një mundësi të vetme, gjithkund ku t'na jepet mundësia du ta themi këtë. Anashkalone atë rrugë, anashkalone atë shtet, sepse kështu do të jetë sipas mendimit tim në aspektin e sigurisë, deri në atë njohjen reciproke, sepse kur e ke atë njohjen reciproke, që këta nuk e kanë as ndërmend na njohin, kështu do të jetë për ne, sepse ata nuk na njohin as si shtet, sillen në mënyrë armiqësore, ka fakte të patjetërsueshme se çka na ka ndodhur 2023 dhe 2024, pra kemi pas sulme këtu, dhe çdo koment tjetër është i tepërt, është absolutisht e papranueshme në aspektin juridik, absolutisht është e padrejtë, dhe unë besoj që të gjithë diplomacia jonë dhe deri te presidentja duhet të jenë proaktiv, nuk mjafton më të jesh ti vetëm aktiv, duhet të jesh proaktiv, dhe që t'jesh proaktiv, ti s'pari duhet ta kesh edhe kuvendin dhe institucionet e konsoliduara që t'i paraprish hapave, si në aspektin gjeopolitik, ashtu edhe në këtë aspekt kundrejt këtij shteti që sillet definitivisht në 24 orë, në 7 ditë javës, armiqësisht, fatkeqësisht në Republikën e Kosovës. A ekziston rreziku real për jetën dhe sigurinë e Arbnor Spahiu gjatë qëndrimit në paraburgimin në Serbi, duke pasur parasysh të gjitha tensionet ndëretnike? Unë nuk e mendoj atë që është rrezik jeta, por që po keq trajtohet, atë ka thënë vetë edhe babai i tij. Dhe kur të flet babai për të birin e tij, atëherë ne si qytetarë të Republikës Kosovës absolutisht i besojmë 100%, sepse po flet prindi për djalin, kurse sa i përket ajo të rrezikohet jeta, jo, sepse ato kohët e 90-ta që i ka shfrytzuar Serbia janë të tejkaluara tashmë. Ata nuk e kanë guximin të veprojnë më kështu, sepse Bashkia Ndërkombëtare është në dieni, me atë sa kam pasur unë një uri ta di, zyra ndërlidh se atje e ka njoftuar gjithë Bashkinë Ndërkombëtare, por po, këto janë ato keqtrajtimet, maltretimet që i bëjnë konstant, dhe derisa të lirohet, sepse nuk ka asnjë alternativë tjetër po të lirohet kur argumentet janë 100% për të nderuarin që është arrestuar, dhe ajo gruaja aty po bën apel bashkëshortja që ta lëshojnë. Pra kjo është familja, kjo është jeta e qytetarëve të Republikës Kosovës kur e kalojnë atë shtet. E çka po mbetet tjetër nëse ti shkon 2 orë ose 3 orë më vonë, i bjen ka Kroacia, i bjen ka shteti ynë am Shqipëria,
çka don ti më mirë ti bish në këty dy shtete, vanohesh 3 orë më shumë, por do ta kesh atë qetësinë shpirtërore, apo tonë prap apeloj mos i bini nga ai shtet. Qartë. A mendoni ju se rekomandimi ndaj shpjestarëve të njësisë speciale për të shmangur kalimin në pikat kufitare me Serbinë për të evituar arrestime të ngjashme është i duhuri apo duhet ishte marrë një vendim tjetër? Po vendimi për shembull tash para 4 ose 5 ditë nëse jeni në njohuri, është hapur një stacion policor atje në Zveçan, vetëm 2 kilometra jashtë kufirit me Serbinë. Dhe këtu po flasim për atë pjesën e rrezikshme e nderuar. Këtu po flasim për atë pjesën kur ka hyrë kontrabanda dhe ku kanë hyrë edhe terroristët dhe e kanë sulmuar direkt me akt terrorist Republikën e Kosovës. Këtu po bëhet vetëm një preventiv për parandalim të çfarëdo krimi ose çfarëdo incidenti që i afrohet Republikës Kosovës, duke pas parasysh që ti ke konsoliduara institucionet dhe kanë kapacitetet plota për veprim në çdo pjesë të Republikës së Kosovës, sepse përvoja e atyre është e atashme. Prej pavarësisë deri sot sa po flasim, ne kemi policinë më të mirë në rajon, më profesionale dhe kjo dihet sipas statistikave. Andaj çdo sigurimi kufirit ashtje do të thotë preventiv për Republikën e Kosovës, sepse ashtu po sillet edhe pala tjetër. Kur sillet pala tjetër ashtu, si reagosh tash në aspektin e sigurisë pos më preventiv. Apo tenton Serbia me këtë rastin që të krijojë narrativën sikur Kosova ka krijuar krime ndaj serbëve? Definitivisht se po, kjo është ajo lufta e Serbisë konstante që e bën në Republikën e Kosovës. Vetëm ta përmend një fakt të patjetërsueshëm sa për shikuesin tuaj. Kur ka përfunduar lufta me 12 qershor të vitit 1999, pra Serbia kapitulloi. Kasapi Ballkanit Milošević u bombardua dhe u tërhoqën. Kur u pyet një general shumë famkeq atje në aeroportin e Surqinit në Beograd nga gazetarët dhe e pyetën tash lufta mbaroi dhe çka tash? Ai tha për ne lufta teksa ka filluar. Pra e ka pas kjo është ajo lufta speciale. Gjithmonë Serbia tenton ta ketë në agjenë të sigurisë Republikën e Kosovës dhe institucionet e saj. Mirë po, çka mund të flasim tash ne për këto 3 vite të fundit vetëm në aspektin e sigurisë dhe pa u përzierë në asnjë mënyrë të vetme në politikë. Institucionet tona të sigurisë reaguesi i parë, reaguesi i dytë që është EULEX i Bashkimit Evropian, reaguesi i tretë NATO me mision Kosovë. Ka një bashkëpunim të shkëlqyeshëm mes vete, koordinojnë, bashkëveprojnë dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin që t'i parandalojnë incidentet. Andaj në aspektin faktik dhe praktik në teren, Serbia i ka të ngushtuara tej mase më rrugët që ta sulmoj Republikën e Kosovës. Nëse ishte pyetur Serbia ose Rusia që ta zhvendosin vëmendjen, ata do ta bënin këtë qysh sot, qysh dje. Mirë po unë që 4 vite rend jam duke thënë që nuk ka luftë në Republikën e Kosovës. Ka folur kush ka fol mendimin e ty, do të ketë tash. Nuk ka luftë në Republikën e Kosovës. Nuk e ka më guximin Serbia të na luftoj në Republikën e Kosovës dhe fakti patjetërtueshëm është se NATO është këtu. Ne nuk kemi në NATO, po NATO ne kemi në Kosovë. Dhe mos harroni që edhe shtetin A me kemi në NATO dhe në kushtetutën e saj shkruan pare mirë që do të kujdeset për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Andaj ne nuk kemi fakti i dytë, ne nuk kemi më as vëzhgues në Asamblenë Parlamentare të NATO-s. Ne jemi tash antar i asociuar. Është mbajtur Defender 2025. Kemi përmisën 130 ushtar në Ajova ku po specializohen. Atëherë ku ka fakte më të mëdha se këto në aspektin e sigurisë dhe si do të mund të na sulmonte më Serbia kur do të ballafaqojë me NATO-n dhe mos ta përmendi tash institucionet tona të sigurisë ku ka ndryshuar çdo gjë prej viteve të 90-ta. Ka ndryshuar për 360 shkallë çdo gjë. Ne po furnizohemi pe NATO-s, ne po ushtrohemi me NATO-n, ne po profesionalizohemi pe NATO-n. Atëherë përgjigjja do të ishte tej mase ndryshe se që ka qenë në vitet e 90-ta. Këtë e din fare mirë Serbia dhe e ka fare mirë në mendje sepse ajo e din se çka po ndodh. Pra kapacitetet janë të plota, por dihet që ta përfundoj fakti historik i shqiptarëve ka qenë gjithmonë mbrojtja.
Kur në historinë e shqiptarëve nuk mund ta gjej askush asnjë dokument që shqiptarët kanë sulmuar dikën. Ne praktikisht dhe faktikisht jemi mbrojtur, por mbrojtjen e bëjmë shumë mirë tashmë. Mendoni se ky incident do të ndikojë në dialogun dhe marrëdhënien mes dy vendeve? Ky dialogu para 2-3 dite në aspektin atë teknik vetë sa ka filluar. Po dihet se Serbia po bën revansh. Republika e Kosovës po ja arreston spionët. A kuftoni? Republika e Kosovës po ja arreston spionët sepse nuk kanë vend më spionët në Republikën e Kosovës. Ne kemi instancat e sigurisë, agjencinë e inteligjencës që e punon një punë të hatashme, e punon një punë fisnike, për ata quhet në atë aspektin e sigurisë nacionale ajka e shtetit, sepse këta janë ajka e shtetit. Pra Serbia nuk e ka më atë komoditetin që të ketë shumë spion këtu. Rrugët për spion në Republikën e Kosovës në atë aspektin faktik, siç i kemi parë edhe në televizione, janë mbyllur tashmë dhe aty ku gjenden do të arrestohen nga instancat tona. Dhe kjo është ai revanshi që ta koftoi qytetari. Pra Serbia po bën revansh. Unë po marr shembull në aspektin e sigurisë, po ja arrestojmë spionët, se këtë e mendon Serbia sipas mendimit tim. Domethënë e mendon vetëm atë anën negative fatkeqësisht, sepse po jetojmë në shekullin 21, vitin 2025, dhe i kanë ato problemet e brendshme të hatashme, shiqone Novi Sadin, shiqone Beogradin, ato qytetet e tyre të mbushura me qytetar dhe akademik, ata pikrisht janë kundra këtij establishmenti të kontaminuar ta shetri mandate, dhe krejt këto çka po i marr përmend unë janë faktike, nuk është vetëm mendimi im, është mendimi faktik dhe po mundohem që t'ja pasqyroj qytetarit juaj, as më shumë dhe as më kaq, më shumë se kaq. Qartë. Duke pasur parasysh rastet provokative që kanë ndodhur kohëve të fundit, siç ishte ai i festës së maturantëve serb në Mitrovic dhe Zveçan. Sa e rrezikuar është Kosova, veçanërisht veriu, nga ngjarje të ngjashme si ajo në Bajsk? Po pyetje shumë e drejtë dhe pyetje shumë e mirë. Në atë aspektin faktik, kur ti nuk e ke të mundshme të sulmosh diçka në mënyrë frontale që është absolutisht bie poshtë. Atëherë hyn në loja ajo lufta e egër hibride. Çka do të thot lufta e egër hibride për qytetarin që na ndëgjon? Është dezinformata, është propaganda, është shpikja e problemeve. Ti duhet ta shpikësh një problem. Manipulimi i qytetarëve, në këtë rast manipulimi i maturantëve, kur e keni parë fare mirë me faktet patjetërsueshme që edhe janë lyer në pjesë qafës me boj, dhe ata kanë thënë që është gjak, është vërtetuar që është boj, po e shihni se si ndërlidhet lufta hibride. Pastaj janë mediat që janë të ngarkuara dhe që janë dedikuara nga ai regjim atje. Gjithmonë proklamojnë dezinformata fake. Vetëm se qytetari vetëm duhet t'i shpletoj ato. Po sa t'i shet titujt, ai do ta fitoj përshtypjen me njerë, sepse në atë aspektin praktik ose faktik ne po e shohim se çka po ndodh me ata në Lumi Tibër. Ndodh ashtu siç ndodh në Korçë, Peshkopi, Prizren, Pej, Mitrovica ose Prishtinë. As më shumë dhe as më kaq se kaq. Sigurinë 100% nuk ka askund. Sigurinë 100% nuk do të ketë për sa të jetohet në planetin Tokë. Mirë po të thuhet që ka incidente etnike, këtë e dinë edhe Bashkia Ndërkombëtare që nuk ka, sepse janë këtu si me ambasada, si me misione të tyre, gjithçka e shohin faktike. Ne nuk po flasim për një shtet madh këtu, po flasim për një shtet vogël ballkanik me 1.6 milion banor, ke shumë ndërkombëtar, e gjitha është faktike, vetëm se ti propagandës, luftës hibride, dezinformatës, gjithmonë duhet t'ju qacesh në kundërvënie me të vërtetën. Pra, kjo është ai proaktiviteti që përmendam edhe në fillim të bisedës. Ti duhet t'jesh më proaktiv, sepse ti je aktiv. Në këto kohëra turbullta në aspektin e sigurisë që ndodhin në botë, është nuk mjafton më, sepse gjeopolitika ty nuk po të ndryshon si kohërat e kaluara çdo muaj. Gjeopolitika është ka ndryshon çdo ditë nderuar. Vetëm duhet ta shikosh Azinë, lindjen e mesme, Azinë e largët, dhe mos ta përmendi fare hiç Evropën ku Rusia ka humbur 1 milion ushtar, atëherë të gjithë e kryejnë përshtypjen dhe për një logjike të shnosh, ti duhesh vetëm të përgatitesh. Dhe shembullin më të mirë se ti duhet të përgatitesh, shiqoj shtetet skandinave, Letoninë, Estoninë, Litvën, Suedin, Finlandën, Norvegjin, dhe me njëherë do ta kuptosh ku është problemi. Pra mbrojtja
dhe vetëm mbrojtja, pastaj sekondaret janë të tjerat. Duke ju referuar krizës institucionale pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, kush mendoni ju se po përfiton më shumë nga ky ngërsh politik? Kryeministri i Kosovës, zoti Kurti, apo opozita? Praktikisht kjo që po ndodh, nuk është fare e hishme, është e turpshme, sepse qytetari i kësaj republike ka votuar që ti krijosh institucionet, pa marrë parasysh dhe pa u përzirë në asnjë parti politike, sepse nuk i përkas asnjë nga ta, asnjë. Normalisht që në jetën time kam votuar vetëm 5 herë, dhe kësi heri kam votuar, mirë po ka humbur më shpresa për të ardhmen që të votoj. Si të votoj në të ardhmen kur 30 herë po anulohet, nuk ka fare rëndësi tash me kon ti po e krijon atë qeveri, kush janë ata, cila parti politike, vetëm se le të jetë stabile, vetëm se të përfitoj qytetari, dhe ty po të pret siguria nacionale, ty po të pret një dialog i vështirë, ty po të pret një asociacion, ty po të pret mbrojtja dhe siguria, ku ka fakte më të patjetërsueshme se këto. Andaj çdo ngurim për t'i krijuar institucionit, nuk shkon në dobi të Republikës Kosovës, shkon në dobi të atyre që nuk ja dojnë të mirë në Republikës Kosovës. Mirë po kjo gjithmonë sipas mendimit tim. Unë ndoshta po gaboj, por po qëndroj shumë fort mendimin tim se çka po them. Si e vlerësoni kandidaturën e zonjës Albulena Haxhiu për kryetare të kuvendit dhe sipas jush, pse ajo po refuzohet vazhdimisht? Po këto janë ato pyetjet politike, do me thonë, pyetjet politike është e drejtë e tyre se kon do ta propozojnë, por po shihet, do me thonë, edhe ngërshi. Ja, kjo po e tregon qartazi atë kryenetësinë që e kemi ne shqiptarët, sa shumë jem gjakënxet mes vete, sa jem të papajtueshëm mes vete. Kjo është tepër dëshpëruese në vitin 2025 që ti të kesh me vllaun ose vllau me motrën, të kesh papajtueshmëri aq të madhe, të shkon mendja nganjëherë që këta kanë hasmëri, kurse në fakt nuk kanë. Do me thonë, unë këtë cilësoj vetëm si kryenetësi dhe as më shumë dhe as më pak se kaq, por e cilësoj vetëm si kryenetësi politike dhe asgjë më shumë se kaq, sepse ky është ai arti i politikës, do me thonë, ja, edhe kjo qenë ka një pjesë e politikës, edhe ky qenë ka art, nëse mund t'i thuash art. Mendoni se situata aktuale politike në Kosovë është e rrezikshme në kontekstin që sa gjasa mund të ketë që Serbia ta shfrytëzojë këtë brishtësi që e ka kapur politikën e Kosovës për të provokuar incidente të reja? Serbia konstant ka provuar incidente të reja. Tentativa e Serbisë për incidente nuk është ndalur kurrë. Kemi pas përvoja të hatashme si institucionet tona, Banjska ka qenë provimi final, sepse një sulm terrorist, vetëm lufta është më e madhe se sulmi terrorist, ka qenë një armatim për 5 milion eurosh aty, pra ai kishte qenë një armatim për luftë shumë të gjatë në Republikën e Kosovës. Mirë po çfarë do zvaritje e tepër që bëhet, ajo duhet të dihet se nuk shkon dobi të nev, por i shkon dobi të Serbisë, sepse ata tentojnë përçarjen. Kush e ka tentuar përçarjen më shumë se Serbia deri sot, sa po flasim, gjithmonë fatkeqësisht po themi se jemi në kohën e teknologjisë, rinia është gjenerate e internetit, nuk do duhet mendonin ata kështu, duhet të ishin ma liberal, do me thonë, për këtë vend, dhe të fitonin edhe forcat liberale atje, dhe ta njinin njëri tjetrin një shtet, duke di që tjetër rrugë nuk ka, sepse pavarësia e Kosovës nuk kthehet më deri në pafundësi. Do të ekzistoj ky shtet dhe nuk ka kush e kthen më. Vule e GND-s ka qenë vule e artë, është kryer ai problem, 119 shtete e kanë pranuar. Sa më shpejt që e pranon Serbia, as më shpejt do të demokratizohet. Fatkeqësisht ajo po jeton në ëndrat e viteve të 90-ta dhe kjo është fatkeqësi e madhe në rajonin e Ballkanit. Si është vlerësimi juaj për presidenten Vjosa Osmani në këtë krizë? Mendoni se ajo i ka kapacitetet e nevojshme për t'i orientuar të gjitha forcat politike drejt një zgjedhje gjithëpërfshirëse? Po ishte dashur presidentja e Republikës Kosovës që të jetë edhe më shumë aktive se që është.
në politikën e jashtme dihet se çka ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s për të nderuarën tonë presidenti. Ajo po e bën një punë të shkëlqyeshme në aspektin e politikës jashtme. Këtë ka thënë sekretari i NATO-s, nuk e kam thënë vetëm unë si qytetar, sepse unë edhe them vetëm atë çka është profesionale dhe nuk ka nej për askënd, sepse përmenda partit nuk i takoj askujt, e dua shtetin dhe asnjë pushtet shteti është për mua mbi gjitha. Mirë po këtë po e thojnë domethënë edhe Rute, po e thënë edhe State Departamenti dhe gjithë, andaj unë mendoj që ajo ka aftësi, ka edhe intelekt, është tepër e shkolluar në këtë aspekt, që t'i bashkoj shqiptarët, sepse tek e fundit është unifikuese, jo vetëm e partive politike, po është edhe unifikuese e qytetarëve. Dhe unë mendoj që duhet të jepte edhe më shumë se çka po jep, sepse ajo po i mbledh partit, por duhet të ishte edhe më këmbgulse që më në fund ne ta kemi një qeveri dhe vetëm sa të ecim përpara në aspektin e sigurisë, sepse siguria nuk është gjithçka në jetë. Mirëpo duhet ta dinë të gjithë që pas sigurie asgjë, sepse pas sigurisë vjen ekonomia, tregtia dhe të gjitha të tjerat. Kur nuk e ke sigurinë ti praktikisht nuk ke asgjë. Dhe ne jemi në ato sfidat e sigurisë dhe ti bashkohu në vallen e sigurisë, sepse ke fatin më të madh botë që e ke aleatin e përjetshëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar që nuk duhet të harrojmë kurrë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Gjermani dhe të tjerët partner strategjik nga BE-ja. Ka më fat se kjo për shqiptarët. Unë nuk di ndonjë shtet që na rrethon pos shtetit am, sepse ne jemi një kështu ashtu, që ka këtë fat më të madh se na. Atëherë shfrytëzoje, pse nuk e shfrytëzon? Ti tash je shtet më, nuk je ai fetusi i vogël, por tash ti je një adoleshent dhe sillu pak më serioz. Krij institucionet vet dhe mos prit që dikush t'jap ty presion gjithmonë nga ndërkombëtarët. Se nuk jemi në një etapë ta bëjmë vet, por gjithmonë presim që i tretit na bashkoj. Kjo është fatkeqësi. E vërtet. Së fundi është përfolur shumë që zonja Osmani mund të rikthehet në politikë aktive, por me një parti të re. A do ta rrëndiste kjo skenën politike aktualisht siç është? Por sipas mendimit tim në atë aspektin e sigurisë, kjo nuk ka domethënë rëndësi, sepse po përmenda ndonjëherë nuk i takoj sferës politike, mirë po çdo parti politike serioze me njerëz serioz do ta pasuronte, sepse kjo është demokracia, kjo është parlamentarizmi, duke pas parasysh që Kosova është shtet parlamentar. Ne nuk jemi shtet gjysmë presidencial si Franca dhe nuk jemi shtet presidencial si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne jemi purën një shtet parlamentar dhe parlamentarizmi e ka këtë, sa më shumë gara, sa më shumë njerëz me përvojë, sa më shumë njerëz dhe profesionistë që të qytetarit ta ketë mundësinë ta zgjedhë më të mirin. Dhe kjo është ajo dhurata e demokracisë që dhurohet ty në aspektin politik. Ditën e nesërme Kosova do të nënshkruajë një marrëveshje shumë të rëndësishme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilësuar si historike nga kryeministri Kurti dhe ministri i mbrojtjes Maqedonci. Çfarë detaje është dini ju rreth kësaj marrëveshje dhe për rëndësinë e saj për FSK-n? Historia në Kosovë ka filluar të shkruhet më 25 maj të vitit 2024, atëherë kur filloi edhe Defender. Sepse kjo është ngjarja më e madhe që i ka ndodhur Republikës Kosovës që nga pavarësia. Po marrin pjesë 1.000 ushtar të ushtrisë Kosovës, po merr pjesë shteti ynë am, Shqipëria, po merr pjesë Kroacia, po merr pjesë Maqedonia. Këtu ka filluar, këto ditë janë ditë historike për Republikën e Kosovës, sepse po të merr pjesë aleati i përjetshëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një divizion të tërë, kurse ti po e komandon. Nuk ka pas më ditë historike se këto, sepse ti ke marrë përgjegjësi, ti ke marrë profesionalizmin, ti ke marrë gatishmëri dhe je në koordinim. Andaj marrëveshja e radhës është vetëm vazhdim e suksesit, sepse mos të harrojmë, suksesi më i madh është Defender. Suksesi i dytë është që ushtarët SOK e Defender janë duke specializuar. Suksesi i tretë që do të na nënshkruhet në marrëveshjen e mbrojtjes dhe sigurisë për ndrimin e informacioneve sensitive, që ka një rëndësi të hatashme në aspektin e sigurisë. Mbrojtja nga sulmet kibernetike, furnizimi me armatim, bashkëpunimi, koordinimi dhe bashkërendimi në 24 orë dhe 7 ditë javës. Si mos ishte kjo marrëveshje shumë e rëndësishme, padyshim se e ka rëndësinë e saj. Mirë po rëndësia më e madhe ka qenë Defender dhe këto tjera tash po vinë sikur uji që rrjedh
në rrjedhën e vet. Zotita Shefci, unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për intervistën që ju dhatë për Ditarin. Gjithmonë derë dhe kënaqësi, jeni të mirëseardhur dhe punë mbar juve.